Diskutimet për manipulimin e zgjedhjeve të 11 maj dominuan mbledhjen e Komisionit për çështjet europiane, ndërsa diskutohej grup kapitulli 4 për mjedisin, energjinë dhe ndërlidhjen. Kryetaria e Komisionit Jorida Tabaku denoncoi procesin zgjedhor të 11 majit, duke thënë se me problematika të shumta të shfaqura nuk u arrit të kalohet testi për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. Edhe deputet të tjerë demokrat ngritën shqetësimin për fenomenet e manipulimit të zgjedhjeve përmes trenit bullgar. Raporti paraprak i OSBE-s Odirit ngriti një sër çështjesh thelbësore, një sër çështjesh të cilat janë kritere të grup kapitullit parë. Përdorimi i administratës publike, presioni ndaj administratës publike, përdorimi i burimeve shtetërore, presioni mbi votën. Vjen keq që të them, me standardet e zgjedhjeve ne kemi pasur një mundësi të humbur për Shqipërinë dhe kemi pasur hapa pas. Këtë e thot raporti paraprak i OSBE-s Odirit. Kështu që nuk ka asgjë perfekte. Aq më pak ishte perfekt kodi zgjedhor që patëm. Por kjo nuk e ndaloi qytetarin shqiptar dhe atë të diasporës të votonte. Çfarë na pan syt në zgjedhjet që nga trenat bulgar, rumun apo kolumbian. Pasaporta evropiane që nga bazë dhe suksesi një qeverie, por është e pandershme të paraqesesh këtë proces si një proces tuaj, të qeverisë. Tabaku rikujtoi se si qeveria ka anashkaluar në vazhdimsi konsultimet publike me shoqërinë civile, edhe sa i përket projekteve si Skavica dhe Shushica, duke treguar mungesë të thellë gjithëpërfshirje dhe vullneti.